Mirë se vini në mësojnëtore mësërshqip.net. Kjo video është një test për të trajnuar mënyrën se si të regjistrohemi në platformë dhe funksionet kryesore të platformës. Do mundohemi të shpjegojmë edhe procesin e seancës mësimore me videokonferencë. Sapo shkruani emrin e platformës mësojnëtore.mësërshqip.net. Kjo është faqja kryesore në cilën do ju shfaqet. Në ekranin e majtë kemi kredencialet e futjes në hyrjes në platformë, kemi një link për regjistrimin, edhe në rast se kemi humbur platformën dhe passwordin, është një link të cilat dërgon një email prat administratorit të sistemit, i cili do ju mundësoj reaktivizimin e fjalkalimit të humbur. Në pjesën qendrore kemi të rejat e fundit, të cilat administratorët e sistemit shkruajnë për të dhënë mesazhe apo për të njoftuar vizitorët të cilët mund të marrin të rejat e fundit nga platforma, çfarë po ndodh me këtë platformën. Kemi gjithashtu lëndët më të njohura, kush janë lëndët që janë aktualisht aktivizuara në platformë. Kemi trajnimin e mësuesit, të cilën ne jemi duke trajnimin për platformën, të cilën ne jemi duke zhvilluar tashmë. Të provojmë procesin e regjistrimit. Regjistrimi, në momentin që unë klikoj regjistro, automatikisht më shfaqet kjo lloj dritare. Që në fillim më thuhet që kjo llogari duhet të miratohet. Pra, unë duhet të plotësoj gjithë fushat përkatëse, të bëj regjistro dhe administratorët e sistemit të cilët kontrollojnë regjistrimet, duhet të aprovojnë procesin e regjistrimit. Dy fjalë për sa i përket platformës mësërshqip.net. Kjo platformë është ndërtuar për të ardhur në ndihmë fëmijëve që jetojnë jashtë vendit, të cilët duke u regjistruar në këtë platformë do kenë mundësinë të regjistrohen në lëndë të gjuhës shqipe, të historisë apo gjeografisë, në mënyrë të tillë që mos humbet kontakti, mos humbet identiteti kombëtar, mos humbet gjuha. Pra, në momentin që unë regjistrohem dhe ajo që dua të theksoj është që ky regjistrim është falas, edhe pjesëmarrja në çfarëdo lloj lënde është totalisht falas. Në çfarëdo lloj momenti që ju kërkohet sasi monetare për mësimin apo mbarvajtjen e procesit, ju lutem shkruani më njëherë emailin e përkatës të administratorit, i cili në këtë momente më thonë që të klikoni këtu, automatikisht ju dërgoni email administratorit qendror të sistemit dhe raportoni për problematikat ose raportoni për abuzimin që mund të ndodhi me platformën. Rikthehemi në procesin e regjistrimit. Regjistrimi është që në pyetjen që në fillim ju bën një pyetje. Çfarë dëshironi të bëni? Të ndjek lëndë, do të thotë unë jam një nxënës dhe dua të ndjek një lëndë, ose dua të kontribuoj në këtë platformë duke dhënë mësim. Duke dhënë mësim çfarë? Mësim për gjuhën shqipe, historinë dhe gjeografinë. Nuk janë të lejuara lëndë të tjera. Është një platformë vetëm për fëmijët e emigrantëve. Pjesa tjetër nuk ka lidhje fare me, pra nuk është platformë biznesi, është platformë me figura patriotike dhe detare. Në momentin që unë klikova një nga këto dy funksione, automatikisht duhet të plotësoj gjitha këto fushat. Plotësimi i fushave, sidomos me yllin e kuq në krah, do të thotë që është fushë e detyrueshme dhe duhet të plotësuar patjetër. Në rast të kundërt, procesi dështon. Emri mbi emri emaili, emri i hyrjes me pallafe është emri që ju do përdorni për të futur për të identifikuar në platformë, fjalkalimi, regjistro edhe një tjetër fjalkalimin për ta konfirmuar atë. Kemi numrin e telefonit të rëndësishme që të regjistroni për të pasur kontaktet, sepse platforma mund të dërgojë dhe mesazhe
në formatin elektronik në email, por mund të aktivizojmë edhe funksionin e dërgimit të SMS-ëve të short message. Kështu që është e mira që gjithë informacionit jetë i saktë, sepse në këtë mënyrë do kemi mundësinë të jemi të lidhur dhe sa më shumë të bashkëveprimi me njëri tjetrin. Problemi i gjuhës, meqenëse që është një nga opsionet që kërkohet për momentin, gjuha shqipe është si by default i sistemit. Aktualisht sistemi, duke qenë se ka krijuar një zhvillim nga procesi fillestar i krijimit që ka lindur në 2014 e këto momente, pra ka pas sa transformime teknike, kemi të bëjmë me një ndryshim të mënyrës së gjuhës dhe aktualisht kjo është edhe e demonstrueshme në platformë, në pjesët caktuara ka gjysmë shqip, gjysmë anglisht. Kjo është ju kërkoj ndjesë për këtë problem, i cili është në proces zgjidhje dhe besoj se punë pak ditësh do jetë totalisht i rregulluar. Sikundër, në momentin që keni ndonjë diçka që nuk kuptoni ose që mendoni që është çik më e mirë dhe më thjesht të shprehur ndryshe, ju lutem gjithmonë dërgoni email edhe na sugjeroni për të mirën e mbarvajtjes së platformës. Atëherë, rikthehemi në fazën e sugjerimit, në fazën e regjistrimit. Në momentin që kemi vendosur kodi, është një kod i juaj personal. Ju këtu mund të vendosni një kod që mendoni ju. Në rast se ai kod që keni menduar ju është përdorur edhe nga dikush tjetër, platforma thonë që ky kod është i zënë. Kështu që përdorni një kod tjetër. Kjo është për t'ju identifikuar, por është në bazë të lidhje, ky kod është i juaj. Platforma gjeneron ID-n tuaj dhe është tjetër gjë, dhe është regjistruar në momentin që ju regjistroni. Kompetencat e mia. Këtu unë mund të regjistroj se kush janë kompetencat e mia, si mësues ose edhe si nxënës, çfarë di të bëj, çfarë jam duke mësuar, çfarë dua të mësoj. Diplomat e mia është çfarë unë kam studiuar në rastin e mësuesit ose çfarë jam duke studiuar në rastin e nxënësit. Çfarë jam në gjendje të mësoj është për mësuesin që unë çfarë duhet të mësoj, pra çfarë duhet të kontribuoj në këtë platformë. Sikundër është për mësuesin, për nxënësin se çfarë unë dëshiroj të mësoj. Pse jam duke regjistruar në këtë platformë, pra shkruaj diçka për mendimet e mia dhe çfarë kërkoj nga kjo platformë. Adresa e banimit është mundësisht të shkruar plot dhe qartë se ku është vendodhja juaj, ku është adresa juaj e banimit. Në këtë mënyrë ne mund të kemi një kontaktet dhe mund të kemi edhe një bashkëveprim më të detajuar me njëri tjetrin dhe mund të na ndihmojë në proceset e ardhshme të platformës. Është në proces edhe aktivizimi i funksionit të Google Map, të cilën duke klikuar adresën ju automatikisht ju çon edhe në pozicionin geoposition nëpërmjet Google Mapsit. Emri Skype nëse e keni, është e mirë ta keni sepse normalisht mund të krijohet një bashkëveprim dhe informacione tjera nëse është keni LinkedIn e tjerë. Atëherë, unë jam regjistruar, le të them provojmë të futem në platformë dhe të bëj një pasqyrë panoramike të platformës dhe të vendos passwordin. Automatikisht unë jam në platformë. Kjo është faqja, si them, unë e kam vendosur në konfigurimet në parancilësimet e platformës që kur duhet të futem, më çoj direkt te lëndët e mia. Por mund të jetë që mund të çoj edhe te faqja kryesore. Pra, këto janë dy aspekte në të cilat sistemi mund të konfigurohet, pra mund tek cilësimet e sistemit, pra mund të konfigurohet që unë kur futem duhet të shkoj tek faqja kryesore ose direkt te lëndët e mia. Pak a shumë është e njëjta gjë, por faqja kryesore ka një veçori
më të bukur besoj. Është si faqe kryesore e platformës qendrore ku kemi në pjesën e sipërme të rejat e fundit. Pra, këtu kemi të rejat e fundit që shkruhen nga administratorët e sistemit, pra nga menaxhimi i platformës, për të rejat e fundit që ka në platformë. Sikundër, këto të reja mund të jenë publike ose mund të jenë private, pra mund të jenë vetëm për mësuesit, mund të jenë vetëm për nxënësit, ose mund të jetë për të gjithë dhe vizitorët. Pra nëse është për gjithë dhe vizitorët, edhe nëse ti nuk ke numër llogarie, pra nuk ke account, nuk ke llogari në këtë platformë, këto informacione ju mund të shikoni siç e shpjeguam pak më parë në faqen në faqen fillestare. Këtu kemi gjithashtu dhe lëndët. Kush janë lëndët? Kjo është lënda në cilën ne po marrim përsipër të zhvillojmë, në cilën unë kam marrë përsipër të bëj rolin e mësuesit dhe në pjesën tjetër, pra të rikthejmë dhjetë e lëndë kryesore, të faqe kryesore, kemi edhe një lëndë që është hapur për gjuhën shqipe niveli fillestar. Këtu është kush është mësuesi përkatës, unë mund të kërkoj që të regjistrohem si nxënës ose si mësues, mund të regjistrohem në këtë lëndë dhe automatikisht dhe unë mundohem dhe të jem bashkëveprues me lëndën që ka krijuar një mësues tjetër. Te lëndët, unë kam lëndët e mia. Automatikisht unë po të klikoj tek lëndët, kam edhe seancat e mësimit që është krijuar për nga data 17 mars në orën 5:30 është krijuar kjo seancë pra trajnimi. Po të futem në lëndën përkatëse, unë kam një pasqyrë të zgjeruar. Unë jam mësuesi dhe në këtë rast e kam më detajuar. Nxënësi e ka në një pamje tjetër. Pra e kam më të sintetike, më të përmbledhur. Si mësues, unë kam të ndarë në 3 funksione, pra pjesa në cilën unë krijoj lëndën, pra jep përshkrimin e lëndës, krijoj dokumentet për lëndën, pra për kapitullit përkatës, orët e mësimit, krijoj burimin e lëndës, pra strukturën që unë kushem mësimet e lëndës dhe çfarë kapitullish, pra e pasuroj lëndën me informacionet përkatëse. Mund të lidh me referenca, në qoftë se unë dua ta pasuroj akoma më tepër, pra të pasuroj orën e mësimit, mund të lidh me burime të jashtme, me tematikat që janë të interesuar për këtë lëndë, dhe këto linjë mund t'i lidh të gjitha në këto referenca ku nxënësit nuk ka nevojë të humbas në internet për të gjetur atë çfarë kërkoj, nuk çfarë kërkon mësuesi në këtë rast, pra çfarë kërkoj unë, por unë ja jep gati lidhjet në internetit që nxënësi mjafton që t'i klikojë dhe t'i lexojë ato informacionet të cilat unë si mësues kam dëshirë që nxënësi t'i ketë për pasurimin e lëndës. Mund të krijoj teste, mund të krijoj lajmërime, si në këtë rast kam dhënë një lajmërim dhe e kam të afishuar si në pjesën qendrore lart edhe në inboxin e tim personal. Këto janë të vlefshëm për gjithë pjesëmarrësit në lëndë, pra unë si mësues i dërgoj për gjithë mësuesve apo edhe nxënësve që bëjnë pjesë në këtë lëndë mësimore. Vlerësime përkatëse për ecurinë e lëndës, fjalorin, pra mund të krijoj një fjalor të specifikuar për sa i përket kësaj lënde, pra mund të krijoj fjalë kyçe edhe mund të shpjegojmë këto fjalë kyçe për sa i përket fjalorit, pra jemi ne që e bëjmë fjalorin, jemi ne mësuesit që ndihmojmë nxënësin, që ndihmojmë me krijimin e një fjalori të personalizuar për sa i përket kësaj lënde mësimore. Mund të bëj regjistrimin e pjesëmarrësve, mund të ndjek progresin e kursit, sikundër kam krijuar edhe informacionin bazë mbi platformën, është një orë mësimi të cilën unë e kam bërë gati, një dokument që studentët ose mësuesit që janë të regjistruar për trajnim mund të marrin këto që po bëjmë tani me video, mund t'i marrin në formë grafike.
Kjo është pjesa që është ekstra për nxënësit, cilët është programi editor, forumi që ato mund të kenë për lëndët, Dropboxi që është për informacionet ku do dërgojnë informacion, ku do regjistrohen fajlet, dokumentet për sa i përket lëndës, kush janë pra lista e përdoruesve të nxënësve, grupe që mund krijohet, bisedat midis njëri tjetrit, detyra që unë mund t'i jap nxënësit, pra sondazhe që mund t'i bëj studentit për sa i përket nxënësit, për sa i përket një tematike të caktuar, mund të krijoj një komunitet wiki, mund të mbaj të fletore shënime, mund të shkruaj shënime përkatëse për nxënësin apo nxënësi ta ketë në nivel personal, si kundër është edhe videokonferenca, që do e shpjegojmë pas pak. Pjesa e fundit është pjesa administrimit që e kanë mësuesit, që mund të krijojnë projekte për lëndën, raportimet, pra që të hyjnë në mënyrë më detajuar për sa i përket raportit. Këtu janë cilësimet e lëndës, dhe te cilësimet e lëndës unë si mësues kam edhe funksionet që videokonferencës që i them regjistroje dhe ruajse në seancë mësimore, dhe të lejoj një videokonferencë në grup, pra lejoj pjesëmarrje masive në videokonferencë. Videokonferenca sot aktualisht mund të mundsoj deri në 100 nxënës njëkohësisht në të njëjtin orë mësimi. Jo të gjitha telekamrat mund të shfaqen, por të gjithë mund të shohin, si them, mund të shohin mësuesin dhe panelin qendror të mësuesit. Do e shohim pas pak. Atëherë, le të rikthehemi tek lënda. Dhe të provojmë si kundër mund të bëjmë tash në pjesën e administrimit, mund të bëjmë edhe kopje sigurie. Provojmë videokonferencën. Në videokonferencë, siç e pat pak më parë, unë kisha dhënë funksionin kësaj lënde që të regjistroj seancat mësimore në mënyrë që çdo student apo nxënës, nëse nuk ka marrë pjesë, mund ta rishikojë seanca mësimore të cilën ai nuk ka arritur dot të merrte pjesë. Ose edhe në rast se ka marrë pjesë, mund ta rishikojë disa herë për të përforcuar atë lëndë nëpërmjet shpjegimit që i bën mësuesi asaj ore, atij kapitulli, asaj ore mësimi. Linku më sipër hyni në seancën mësimore në videokonferencë na fut menjëherë në videokonferencë. Dhe të shohim se si funksionon videokonferenca. Jemi në platformën e videokonferencës. Automatikisht gjë e parë që kërkohet është aktivizimi i zërit, i skedës zërit, që do thotë që unë duke aktivizuar me zë, aktivizoj mikrofonin, dhe kjo është e rëndësishme për të gjithë duhet ta bëjmë, edhe pse mund të jesh nxënës, është e mira që të aktivizosh me zë apo aktivizo mikrofonin, sepse ky është proces autorizimesh të cilat programi bashkëvepron me browserin, me shfletuesin, dhe i kërkon aktivizimin e testit të zërit. Automatikisht unë tani kam aktivizuar dhe jam duke për testin. Automatikisht dhe flasë dhe regjoj, kam eko të zërit, pra dhe mikrofoni dhe alto-falanti është aktivuar. Në këtë rast, po. Dhe jam në klasë. Kjo është klasa virtuale, të cilën këtë faqe e shohin të gjithë. Kanë të aktivizuar telekamerën apo nuk kanë të aktivizuar telekamerën, ato e shohin. Çfarë jemi duke bërë ne në këto momente? Po të shohim lëvizja e mouse-it në pikët caktuara, pra unë në këtë platformë mund të dërgoj mesazhe duke në këtë pjesën këtu test, mund të ndaj klasa duke krijuar funksionin e seancave ndarëse, në qoftë se ka mund të kam dy grupe nxënësish, kam një numër të caktuar nxënësh që mund të ndajnë në grupet e caktuara për brenda orit mësimit të ndajnë në tematika të ndryshme.
Mund të aktivizoj kamerën, si në këtë rast unë aktivizoj kamerën, që është ky butoni këtu. Mund të zërin edhe ikonat emoji i kemi të aktivizuara me cilësimet përkatëse. Kemi ndarjen në klasë thanë, sondazhe, mund të krijojmë sondazhe të përkatëse gjatë procesit, mund të ndajmë ekranin e ky butoni më ndarjen e ekranit, pra atë ekranin tim ta shohin dhe të tjerët, ose nxënësi në këtë rast mund të ndaj ekranin e vet me të tjerëve që të tregojë se çfarë është duke bërë në këtë momente. Sikundër kemi edhe tabelën bardhë për shumë përdorimshme. Në këtë rast tabela bardhë është një faqe që unë në prezantimin tim kam vendosur dhe në funksionet e tjera, si lapsin apo shkrimin apo vizoret, pra mund të krijoj ose po ta lidhem me tabelën elektronike, mund të dhe ta zhvillojmë, mund të shkruaj në format elektronik. Atëherë, moderatori ka dhe një funksion tjetër që mund të bëj sondazhe, mund të ngarkoj një prezantim. Në këtë rast unë kam këtë prezantim, mund të marr një prezantim tjetër. Në këtë rast mund të merr atë prezantimin që kemi. Mund të them që në momentin e ngarkimit mund të dhe lejo dhe shkarkimin e prezentimit. Pra, studentët mund të ta shkarkojnë këtë lloj prezantimi. Ngarkoje, automatikisht sistemi është duke ngarkuar failin të cilën unë sapo po e ngarkoj, pra prezantimin tim të ri. Pra, unë gjatë gjithë kohës të prezantimit mund të ngarkoj prezantime të ndryshme dhe në çfarëdo lloj momenti gjatë orës së mësimit mund të them kë nga prezantimet dua të bëj aktiv ose të bëj pasiv. Pra, duke bërë aktiv në këto momente jam duke aktivizuar, pra kisha prezantimin default, tani jam duke ngarkuar një skedar të ri për mësimin, prezantimin, platformës dhe funksionet bazë. Sistemi është e ngarkoj, është duke përpunuar, që nëse është një dokument i bazuar në foto është pak i rëndë, edhe ka dhe 31 faqe prezantimi, ndërkohë është duke e përpunuar faqet dhe pra duke i konvertuar t'i bëj gati për në platformë. Faqet u përpunuan, gati e kam aktivizuar edhe mbyll. Automatikisht në nxënësit i shfaqet prezantimit të cilën unë kam përgatitur. Në këtë rast unë bëj shpjegimin përkatës përsa i përket prezantimit të cilën kam përgatitur. Në rast se dua të kem një ekran më të gjerë, klikoj në ikonën e njeriut sipër dhe automatikisht kam full screen të ekran të plot të prezantimit. Nëse dua të rikthehem edhe një herë tek me menun e përdoruesit, unë kam mundësinë të kem edhe këto funksione tjera. Pra, funksione publike kur unë mund të shkruaj ose nxënësi mund të shkruaj, mund të bëjmë shënime të përbashkëta, ku secili nga ne shkruan në një të njëjtin fajl tekst të cilën mund të jetë lidhur me fajl tekst i përbashkët. Në këto momente, po t'jenë dhe përdorues të tjerë të lidhur, secili mund të shkruaj në të njëjtin dokument. Pra, secili
e plotëson failin me mendimet e veta apo me shënimet e veta. Si mësues ka mundësi që të ribëj gjithë, të rivendos gjendjen e nxënësve, t'i vendos në gjendje pune apo në gjendje, si them, heshtje, t'i hesht këto përdorus, pra mos të ndëgjoj zërat e tyre, ose mund të bëj një prezantues të veçantë, pra një student, një nxënës të veçantë mund ta izoloj zërin, mund të ruaj listën e emrave përkatës, kjo është e rëndësishme sepse në këtë rast unë kam listën e pjesëmarrësve dhe të dokumentuar që më kanë marrë pjesë në këtë orë mësimi. Si kundër mund të bllokoj një nxënës sepse mund të bllokoj nxënës sepse është normalisht është sjellë keq edhe mund ta nxjerr jashtë nga ora e mësimit. Mund të thash, siç e thash pak më parë, mund të krijoj seancë ndarëse, pra të ndaj klasën në dy klasa paralele. Si kundër mund të shkruaj titra për prezantimin. Okay. Në momentin që shkruaj titra, kjo është e zgjidh gjuhën, do thotë që unë jam duke folur në shqip, ndërkohë mund të shkruaj titra në greqisht apo në shqip apo në italisht apo në anglisht, në çfarëdo gjuhë që dua, sepse mund të kem edhe përdorues të cilët nuk e kuptojnë në këtë rast gjuhën me cilën po flas, atëherë mund t'i shkruaj në kohë reale titrat për atë që po them dhe atë që dhe ato ta kuptojnë atë që po diskutohet. Kjo ishte në linjat e përgjithshme prezantimi i parë. Në mësimet e mëtejme do kemi mundësi të pasurojmë më me detaje dhe të shohim më me detaje edhe funksionet të tjera të platformës apo të normave të mësimit. Në këtë mënyrë unë mund të dal dhe e them fund seancës mësimore. Faleminderit.